Këta e kanë ditë kur më kanë marrë mua historinë teme krejt. Nuk jam konë pajtimit. S'jam konë pajtimit, po burri u konë i pajtimit, ka thonë, ok, nuk është kushfar problemi, njerëz jemi krejt. Gjuhën shqipe është e full. Edhe kom pat, për që të historinë teme, kom pat në mbështetje pej tina, se më ka thonë, ka me të ndihmua me gjithë familjen e krejt, po familja tina nuk jam konë pajtimit. E ta na për që të arsye, këta mujen mënue me mshkel. Ke pas fjallë ofenduse, duke marrë parasysh për çfarë gjendje je rrit? Po, shumë kom pat fjallë ofenduse. Shumë. Prej familjes tina, po. Rrugdalje tjetër nuk kishte përveç divorcit. E keni menduar me bashortin që tjetoni vetëm ti me bashortin edhe fëmijën? Kemi jetu vetë na, po. Edhe pastaj edhe në atë pjesë kanë diku? Po, shumë. Shumë. Se jam konon në një person se kom punue edhe me fëmijë që kom pa fëmijën në shtëpi, edhe familja tina, unë prap se prap kom punu, nuk e kom lanë vetë. S'kom menuar për familjen teme ka po që kom pa për këta prind që më kanë rritë. Unë kom menuar për familjen teme, për fëmijë, e blejtëm shtëpinë, jetën e kemi patë krejt mirë, po familja tina, problemi o konë veç të une. Mu më kanë ofendu, kanë folë fjallë që nuk folën ato fjallë, nuk i kumboj që ato punë, nuk jam konë qësoj rrugës, edhe erë deri të divorci, edhe nuk u mujtë mu. Sa ishte vështirë për ty një vendim tillë, duke marrë parasysh që ti je rrit pa prind, edhe si mendoje te fëmija. Unë e di që pavarësisht divorcit, ti asnjëherë nuk ke heq dorë nga 5 fëmijët e tu, edhe një farë forme ju ke qëndru nën edhe baba. Jo kom qëndrua. Nuk, për mua konë vështirë me marrë qatë rrugë, po një o konë mirë të une se nuk i kom nalë prej babës. Që thojnë, nuk kom folë fjallë të din për min data 7 fëmijën, mi thonë Me kriju urrejtje ndaj babës. Jo. Kom shku e largë, që thojnë 300-400 km largë prej familjes tina dhe prej tina, po une ja kom prua fëmijën, që thojnë, nuk ja kom ndalë kontaktin, nuk i kom rrit fëmijën për shame me një farë edukatet keqe se jo e keni familjen e babës kështu ose diçka, jo. Ata nuk u mujt se ja kom tregu dhe historinë teme të fëmijëve të mi, se unë jam rrit pa babë, jam rrit pa nanë, jam rrit pa dashnit prindve, pa dashnit motrës, vllavit, të migjes ose të hallës ose tezës. Unë ato nuk i kom pat, jo i keni, edhe nuk i kom ndalë. Për mua kanë një rrugë e shtirë, po... Cilat kanë qenë vështërsitë më të mëdha në momentin që u divorcove edhe i ke marrë fëmijët? O konë ditë e shtirë edhe për mua konë që e rrugë e keqe shumë, se kur jam done prej ti, mu më kanë ofendue shumë, kanë lëndu me fjallë, që thojnë, nuk e di edhe nuk muj me fku, shumë poshtë më kanë qitë familja tina, se... Edhe pas divorcit? Po, mas divorcit, po. Mas si jam do prej ti, jemi mënua pet 3 herë më bo bashkë, se për fëmijëve, po jo familja tina, jo se une nuk jam
konë që ai përzon çka janë mënu e këta edhe kanë qitë poshtë, më kanë ledu me fjallë të këqia e... Ti vendose fëmijët mi marrë ti. Po. Edhe në këtë pjesë, duke marrë parasysh që në Gjermani keni jetue, Po. ka ndihmu burri në këtë pjesë? Po, më kanë ndihmu. Vazhdimisht. Po, për fëmijë po. Po komunikimi juaj si ka qenë me burrin gjatë kohës, do më thonë edhe tani me qenë se i keni 5 fëmijë, ka vazhdu një komunikimi i mirë apo jo? Po. Kemi pat kontakt mirë, krejt, po nuk e di ke familja tina. Jo. Do më thonë edhe keni marrë vendim mu divorcu edhe në raport, komunikim, vetëm për fëmijë e ka pas vështirë për shkak të familjes. Ka pas vështirë se kës e ka vendos për familjen, nuk e ka vendos për mu. A mendon që familja duhet me pas një rol tillë kur 2 persona duhen, edhe thjesht një farforme mja u prish jetën, edhe mi lan 5 fëmijë tima? Ja, nuk është që të ashte çdo femën. Nëse që e femën, për shembull, kur të martohet me çatë personin, i thot, unë po martona me ty, po në familje nuk ta pranoj, nuk ta respektoj familjen, ajo është e keqe. Po që ai personi që tashti ja pranon çatë familje, e pranon, tashti a janë të mirë, Ata ja e pranon, nuk e ndon për familjes. Tash ai personi kur tash se okay, që kjo femën mua më ka pranuar me krejt, po mi pranon familjen e krejt. Pse pra ti qatë femën e shkel, e len për familje, që kjo është me e keqe. fillimet e divorcit tuaj kanë qenë shumë të vështira. Me qenë se është dashur me punu shumë, për mi mbajt 5 fëmijë. Ke punu vazhdimisht, nuk e dorëzu asnjëherë. Jo, kom punua, nuk i kom lanë. Ndoshta i kom lanë vetë që kom punua. Kom luftu për ta. Po besa dhe kom luftu edhe me njerëzi që i kanë full dhe fjallë që Pa. nuk i... Si jam konë asoj rrugës. E kom qyrë që thojnë punën teme, kom menu për thmi, këta me ish burrin kisha kontakt, viket e thmija, po kësë që fa përzoni jam, cëllën rrugë jam, po për mja këthy shpinën thmive, ose me menue diçka për jetën teme, me patën e një jetë, që thojnë ma të bukura, diçka, jo. Unë kom menue veç për thmine mi, s'ko menue që ka flasin njerëzit, ndoshta që thojnë, kur jem kom vetë, po kam vujtë, po kur jem kon me thmi, nuk e kom tregu vetën se jam të mërzita. Je tregu shumë e fort. Po, jem kon ndoshta edhe do ditë vështira që nuk kom mujt edhe me përvallosa, me luftu o diçka me bo, po thmija kur nuk e kanë vrejtë si ose kam probleme, ose kam diçka, jo. Suzana, ju tash vetë që je gjyshe, Po, më zgabofsha. po gjyshe, ja, po. Fëmija si të vlerësojnë sot, duke marrë parasysh se nga lindja je sfidu me gjona të ndryshme, edhe deri në momentin që ti nuk i hjek dorë asnjëherë nga ta, si vlerësojnë këtë? Në fillim nuk janë konë pak, nuk më kanë besu, nuk i kanë ditë ato dhimbët e mia, çfarë dhimbë unë i kom pat, po tashti janë prind vetë, edhe E din sa vështirë është me qenë prind. Edhe tash unë vetë po menoj se ndoshta tashti janë të më besu mua çfarë dhimbë i kom pat unë,
çka do me thonë, më konë prind me rrit fëmijën e, po